natyrisht që unë nuk do të shmangem sot këtu temës që lidhet dhe me Belinda Ballukun, por nuk do të merrem me procesin që ka nisur në parlament, sepse normalisht të pres edhe raportin e Këshillit të Mandateve përpara sa të them dhe unë fjalën time në mënyrë shtërruese për temën e imunitetit. Por dua të ndaj me ju këtu diçka që e kam thënë edhe pa praninë e publikut përmes mediave. Belinda Balluku mua më ka dorëzuar dorëheqjen 3 herë. Qysh në mbrëmjen e ditës kur ju ngrit akuza në fillim, jo për korrupsion. Se është shumë interesant që ndërkohë që të gjitha tenxherët bëjnë llogarit duke marrë shumat e shpenzuara për të ndërtuar të gjitha ato vepra, akuza nuk është për korrupsion. Nuk ka akuzë për korrupsion. Por për paparazin tendera. Pastaj ma ka sjell përsëri me shkrim dorëheqjen kur u bë pezullimi dhe pastaj edhe një herë të tretë kur u ripezullua nga mosvendimi i gjykatës kushtetuese. Siç u kam thënë, e kam hedhur unë poshtë kategorikisht idenë e dorëheqjes. Dhe pse vlen kjo të përsëritet? Dhe pse dua që ta ndaj dhe publikisht? Sepse unë kam bindjen që në këtë fazë revolucionare të jetës institucionale të vendit, kur ndryshe nga vendet me drejtësi dhe me institucione të konsoliduara, në Shqipëri drejtësia sapo ka nisur ta shijojë pavarësinë, ne nuk mund të hyjmë në vallën e dorëheqjeve automatike sa herë ngrihet një akuzë. Po duhet bëjmë secili punën e vet, ne tonë drejtësia të vetëm. E di unë shumë mirë edhe teorinë edhe praktikën europiane të dorëheqjes morale, e cila megjithatë nuk praktikohet kudo dhe kur do erë një lloj as në Europë, por sot në Shqipëri, kur sidomos përmes spakut drejtësia ka filluar të bëjë një shërbim të pamohshëm për vendin, por po bën dhe një dëm serioz kolateral mbi administratën, duke e përmbysur faktikisht, rregullisht, parimin e shenjtë demokratik të prezumimit të pavarësisë, mekanizmi i qeverisjes së vendit nuk mund të kurdiset dhe të shkurdiset sa herë prokuroria ngre një akuzë. S'bëhet dot. Është shumë kollaj të thuash në Gjermani një ministër i akuzuar jep automatikisht dorëheqjen, po për shembull kjo nuk ndodh në Itali. Madje edhe në Francë nuk ndodh gjithmonë. Madje në Francë ministri i drejtësisë qëndroi në zyrë kur ju ngrit një akuzë shumë e rëndë dhe mori dhe pafajësinë në zyrë. Por kush i bën këto krahasime nuk duhet harroj se përtej këtyre që them unë, Gjermania është një shtet model i së drejtës. Prezumimin e pavajësisë Gjermania e ka në një piedestal ari. Nuk imagjinohen dot në Gjermani tezgat, lavazhet dhe tenxheret e pazarit politik dhe mediatik të mbushura me materiale të nxjerra vjedhurazi, me bekimin e prokurorëve nga dosjet dimore. Dhe ku në Gjermani gjykata i bën pavlefshme ato materiale që dalin rrugëve dhe që mendohet se kanë cënuar balancën e drejtësisë duke u përdorur si ushqim mediatik për të influencuar rezultatin e procesit. Jo vetëm